Na gratë i respektojnë ma shumë vjehrin, po dhe ka arsye mi respektu ma shumë, sepse na apelojna, do me thonë, mosha jonë që jemi martu 20 vjet, 25 vjet, pa kontribuim të babat e nana, po kur pa martohëm, pa shkojmë pasurinë e burrit. Edhe që ta prind e burrit kanë bon muni për me arrit pasurinë, si kur të martohet djali me pas gruja ku me ardhe me pas një jetë ma të mirë. E tashti na me avë përmbys atë munin e prindve të burrit, më duket shumë e padrejt. Edhe më varet, je burri ati respekton tash familjen tone. Më varet krejt dashnia qysha mes burrit edhe grus. Në qoftë si burri e injoron gruan, ose gruja e injoron burrin, hub respektin ndaj prindve të shoqëshuit. Unë e mendoj qështu. Më varet krejt dashnia mes shifti qyshan. Nëse kam dashni nër veti, ka me pas dashni edhe nërmje dy par prindve. Edhe burri ndaj familjes tone, po edhe one, a obligim e kena na femnat me pas respekt ma shumë për vjehrien. Obligim po thua? Duhet me pas obligim me pas se na kena shku të ta. S'kena marrë me veti as gjau pasuri. Mirë.